Tema e sotme është a gjendet Zoti brenda nesh. Domethënë, a gjendet hynia ku është? Është brenda, është përjashta, apo dhe brenda dhe përjashta? Dhe jo brenda as përjashta. Në rregull, dhe sigurisht për këtë do të na ndihmojë shumë libri i eposit, eposi i PT, të cilën neve bëjmë pra tek seancat e avancuara. Dhe së pari do të filloj me faqen tek eposi, në 82. Prashant Trivedi, pra libri i Prashant Trivedit i gurus ton, për këtë temë që kemi neve sot. Si ndihmohen të paaftët? I paaft sipas përkufizimit është një person në një situatë me të cilën ai nuk është i kënaqur, por që nuk është në gjendje ta ndryshojë atë nëpërmjet përpjekjeve të tij. Nëse shikon atë me perceptim të qartë, kjo gjendje vlen për shumicën e njerëzve në këtë planet. Pak e çuditshme është se vetëm disa janë në gjendje ta pranojnë atë, dhe vetëm këtyre disave që kërkojnë ndihmë, hynia do t'u japë një dorë ndihmë, për të dalë prej gjendjes së tyre të padëshiruar. Ai që do të refuzojë nuk mund të ndihmohet ndonjëherë. Kur ata thonë Zoti u ndihmon atyre që ndihmojnë vetveten, ata harruan të shpjegojnë se çfarë do të thotë të ndihmosh vetveten. Të ndihmosh vetveten do të thotë të jesh i ndershëm në lidhje me gjendjen tënde dhe paaftësinë tënde për të ndryshuar atë përmes përpjekjeve të tua. Të ndihmosh vetveten në të vërtetë do të thotë të kërkosh, lutesh, sigurisht lavdërosh, hyjnis për ndihmë me një sjellje të përulur. Zoti, hynia ndihmon njerëzit të cilët e dinë që kanë gjendjen ku ndodhen, e pranojnë dhe duan që të përmirësohen. Për shembull, një njeri që thotë unë kam të gjitha, unë s'do kështu asë, më thënë unë jam i lartësuar, ata atëherë nuk ndihmojnë. Do të marrim një epos tjetër për të vazhduar. Kjo ishte sa për hyrje. Okej? Pra, në faqen 100, dhe me që kanë qenë dhe Krishtlindjet dhe festat, do t'i përshtatem e pak, do të lexojmë, do të shkojmë tek faqja 110. Okej? 110, shumë interesante. Kjo është pak e gjatë, por do ta lexoj unë. Dhe në fakt siç po e sqaronim, pra të largohesh pra nga hynia, domethënë sigurisht sjell dhimbje. Fjala dhimbje në shqip është etimologjizimi, siç po e sqaronim më parë, pra do të thotë da, ba, jam. Je ndarë nga hynia, nga ligjet hynore të multiversit, nuk dëshiron të dish ligjet hynore dhe absolutisht nuk dëshiron ti praktikosh. Atëherë vjen si rezultat dhimbja. Zoti dhe dhimbja, jemi tek faqja 110. Një nga keqkuptimet më të mëdha do të thotë Zoti është në çdo njeri, vend dhe gjë. Pra Zoti është kudo. Këtu do ta sqarojmë pak ato që do lexojmë sepse kjo është pak e gjatë. Pra, thuhet që Zoti është kudo, në çdo vend, brenda teje, jashtë teje, kështu thuhet. Na thuhet. Se si Zoti nuk është në çdo gjë, mund të kuptohet në shumë mënyra. Ka një mënyrë shkencore, një mënyrë psikologjike dhe një mënyrë të ndërgjegjshme, pra me vetëdijen. Këto mënyra lidhen me njëra tjetrën në fund të fundit. Sidoqoftë, mënyra më e mirë dhe më e thjeshtë është ta kuptojmë atë të shprehur në dhimbje dhe mos dhimbje. Domethënë, kur kemi një situatë që kemi të dhimbshme ose krijojmë dhimbje në jetën tonë, se ka dhimbje, do të thotë që nuk jemi afër Zotit. Sepse po të jemi afër Zotit, nuk ka dhimbje. Për shembull, thot Piti, Zoti nuk ekziston në lojën PlayStation, e cila tek e fundit ul vetëdijen dhe sjell dhimbje tek lojtarët në aspektin fizik dhe astral. Duhet keni parasysh se Zoti nuk është tek dhimbja, dhe të jesh i perëndishëm është një gjendje e vetëdijshme pa dhimbje. Për shembull, ata që janë në parajs apo jo perëndit ose qenet e larta, atje nuk ka dhimbje, nuk ka spital, nuk ka smundje. Realitetet e dhimbjes, torturës dhe lidhjes karmike
nuk kanë të bëjnë fare me Zotin. Zoti vërtet kur nuk ka patur si qëllim që krijimi të bëj i tillë, pra me dhimbje. Nuk ka patur kështu. Dhe kemi një mantra neve që kemi përsëritur që është në fillim, multiversi është i krijuar për kënaqësi. Bravo. Është i krijuar për të përjetuar kënaqësi. Pra në fillim fare kur krijoi universi s'ka patur dhimbje, kuptohet, gjithçka ishte lidhur me hynoren, me Zotin, si më thënë. Okej? Përfundimisht, nëse do të më pyesni, thot Piti, a është e tëra vetëm një, pra gjithçka Zoti? Ai do të thoshte jo. Tek e fundit këto lloj hamendjesh i përshtaten vetëm planit të demiurgut të keq. Njerëzit mendojnë se e tëra është një dhe përpasoj, ata janë duke i pranuar të gjithashtu siç ata janë. Sjellje kjo që të çon në fund drejt në duar dhe përfitimin e manipuluesve. Ata duan që ti pranosh ata dhe duke vepruar kështu, ti do të vuash për shkak të tyre. Për shembull, pastaj Piti këtu merr disa shembuj. Okej? Për shembull, një femër me këtë mentalitet dhe logjik do të shkojë përpara dhe do të flenë me çdo mashkull, sepse në fund të fundit e tëra është një, e çfarë dëmi do të ketë. Si rezultat, vibracionet e saj do të ulen më tepër dhe rrjetat e merimangës do të shtrëngohen. Kjo sjellje nuk të lejon të shpëtosh nga ky matriks i dhimbjes, për shembull. Pra, kur thuhet që gjithçka është, domethënë Zoti është tek gjithë, tek diçka është absolutisht një gënjeshtër. Kështu na ka mësuar, Zoti është gjithçka, kudo. Sigurisht mund të jetë krijuar, por çdo njeri ka vullnetin e lirë dhe vendos të iki kundra Zotit ose të vazhdojë të jetë në harmoni. Të tëra lidhen me njëra tjetrën. Është një formulim më i saktë, se sa e tëra është një mjet i mirë, se sa e tëra është një. Pra një mjet i mirë edukimi për të mësuar njerëzve pasojat e veprimeve, sepse çdo veprim ka një pasojë. Çdo veprim ka një pasojë. Dhe sigurisht po të kryesh veprime kundra ligjeve hyjnore gjithkohës, ke pasoja të dhimbjes. Pasoja dhe këto thon prap jemi e tëra është një. Bëj ti budalliqe, çfarë duash, pra duan ta zhdukin ligjin hyjnor që do thotë çdo veprim ka një pasojë. Multiverset buruan nga njëshi. Pra u krijua nga hyjnoria sigurisht gjithë multiversi, gjithë botët. Pas një periudhe kohe, energjitë e disa niveleve të këtij multiversi u manipuluan për të krijuar diçka të paperëndishme, që do të thotë të dhimbshme. Ajo u bë dhimbshme, plot me dhimbje me kalimin e kohës. Pra ishte multiversi i krijuar për kënaqësi në fillim, por pastaj, pra disa qenie thanë, tani jam mirë unë. Ata provojnë njerëz se ç'është kundra ligjeve hyjnore, edhe provuan dhe ishte shumë e dhimbshme dhe pastaj ata morën drejtimin të bënin disa njerëz të tjerë në drejtimin pra kundra ligjeve hyjnore, që është dhe bota jonë pak a shumë sot apo jo. Dhe në këto mbretëri të paperëndishme, gjithnjë më tepër gjëra artificiale vazhdojnë të krijohen. Robotët bionik, klonet, robotët android pa shpirt, etj. etj. Ekzistojnë mbretëri që janë pa dhimbje emocionale, psikologjike ose fizike. Atje çdo gjë është e perëndishme, sepse atje ruhet lidhja me atë që është hyjnore në të gjitha drejtimet. Qeniet që shkëpusin me qëllim këtë lidhje krijojnë mbretëri të paperëndishme, të cilat nuk bëjnë pjesë tek ajo hyjnoria, thjesht sepse ato nuk i përmbahen kushteve të hyjnisë për të krijuar. Padyshim se krijimet të tilla përfshin shumë dhimbje dhe torturë. Mbështetje tek fjala e urtë, pa dhimbje nuk ka shpërblim. No pain, no gain. Është shumë e përhapur në anglisht, kush ka dëgjuar? Që thonë, dhe prandaj gocat sot bëjnë një çik bukura me operacione me gjëra dhe kanë dhimbje pastaj. Po nuk është ashtu, bukuria arrihet ashtu? Jo. Bukuria është e brendshme, na ke mësuar Afrika. Bravo, pra bukuria, në fakt dhe bukuria fitohet duke përsëritur të vërtetën. E bukur është e vërteta. Si hyjnia shiv që thotë ka të gjithë vërtetën brenda, pra është më e bukur. Gjithmonë të thuash të vërtetën të afron drejt bukurisë së vërtetë.
në fakt dhe të pavdekshme me kalimin e kohës. Kështu që perëndishmja duhet kuptuar se është një lloj mënyre, jo një send apo substancë. Pjesa më e madhe e kësaj bote fizike tridimensionale në këtë planet nuk funksionon në atë mënyrë. Dhe prandaj ajo nuk është e perëndishme. Domethënë kjo bota këtu, sigurisht baza e parë, materiali i parë është nga hynia, por njerëzit kanë vullnetin e lirë për të zgjedhur afër të perëndishmes ose larg, me dhimbje apo pa dhimbje. Se çfarë është dhimbja fizike dhe psikologjike mund të kuptohet në mënyrë shkencore dhe pikërisht këtu hyn shkencat e vërteta sikurse gjeometria e shenjtë. Kështu që çdo gjë nuk është Zot, ka një largim prej Zotit dhe kjo është arsyeja pse dhimbja ekziston. E bukur? Shumë e bukur. Ka ndonjë pyetje për këtë? Ndonjë paqartësi? Shumë e bukur. Pra tregon me të vërtet, domethënë kjo është shkruar dhe nga një guru hynor, pra ai e kupton shumë mirë dhe na ka sqaruar shumë bukur. Gjë që edhe gjua pak a shumë na e thot, ndar, ndyr. Dhe fjala dhimbje do thot pra dash, po. Okej? Meqense kemi patur Krishtlindjet, dje, që do thotë rilindje e diellit, nata e buzmit, që s'kemi sqaruar në shumë video tani, është bërë një orë sa që dhe të tjera dhe kanalet e tjera po fillojnë ta përmendin. Më përpara lindi Krishti ose kështu tani kanë marrë me diellin, kanë kuptuar të vërtetën, gjë që është shumë mirë. Kush ka dëshirë ta lexoj këtë? Ylberina? Mirela? Lora? Faqen 113. Okej, kush të duash ti Afrodita? Mirela je? Okej. Okej, Ylberina, meqense ty po të shikoj vetëm prandaj. Okej. Gati? Atë gati. Nocioni Santa Claus. Këtu ka shumë që mendojnë dhe ndjejnë se Zoti është një qenie që ka si qëllim të vetëm të përmbushin dëshirat e tyre. Pa patur parasysh se sa të këqija dhe cënuese, ato dëshira janë për qeniet e tjera ose natyrën. Fakti që ata janë kundër ligjeve hynore është e parëndësishme për ta. Dëshirat dhe pëlqimet e tyre janë primare. Pjesa tjetër vjen në radhë të dytë, duke përfshirë edhe Zotin. Zoti, si një vëzhgues lozonjar, i cili mban anën e atyre që jetojnë në përputhje me ligjet hynore, nuk është fort dakord me nocionet e tyre. Të Zotit si Santa Claus duke mbajtur karamele. Ata thonë se kjo është arsyeja pse shumë njerëz nuk besojnë më në Zot, sepse ai nuk kënaq tekat dhe fantazitë e tyre, të çmendura e të dëmshme, sikurse sistemi i keq që i kënaq. Megjithatë, është e çuditshme që ata vazhdojnë të mos jenë të lumtur brenda sistemit të keq. Vetvrasje ose diçka e ngjashme me të në shumicën e rasteve, ndërkohë që vazhdojnë bisedën e tyre të gjatë kundër Zotit. Shqipnaraja. Shqipnaraja në bukur. Nocioni Santa Claus, pra, si quhet babagjyshi në shqip? Çfarë quhem? Babagjyshi, pra sidomos tani për Krishtlindjen, sidomos tu në Skandinavi, domethënë, kanë mësojnë kalamajt me dhurata. Babagjyshi. Sigurisht dhe neve kemi qenë të vegjël, ndonjë dhuratë në i gjë, domethënë, sigurisht nuk është keq, por këtu merren 3-4 muaj, bën listë gjata, dua këtë dhe dua me njëherë, jo të punoj për këtë gjë, okay? Pak a shumë si ato që bëjnë meditimet ditët e sotme. Unë dëshiroj të kem shumë lek, manifestoj, pare, e tjerë, por në fakt pra do të thotë që nuk duhet kur ta meritojmë apo jo. Sa bukur e tha Zoti si një vëzhgues lozonjar, i cili mban anën atyre që jetojnë në përputhje me ligjet hynore. Nuk është dakord pra me nocionet e Zotit si Santa Claus duke mbajtur karamele, pra duke dhënë karamele kalamajve. Pra hynia mbron qoftë në shkatrime natyrore, qoftë në
përputhjen të djegjen e karmave mbron pra njerëzit qenet që janë në harmoni me ligjet hyjnore. Pra shikojnë sa rëndësishme është thjesht në harmoni me ligjet hyjnore. Nëse nuk jeni në harmoni me ligjet hyjnore, nuk jemi me Zotin. Jemi me. Po. Ka shumë njerëz, për shembull, unë jetoj këtu në Greqi, gjithë besojnë në Krisht dhe besojnë në Krishtin. Ata thonë, për shembull, ne jemi me Zotin. Kur i them, për shembull, kur bëjnë ndonjë mohabet, them që nuk është e vërtet, për shembull, Zoti nuk është vjen atje falë, Zoti nuk është as në një kishë, nuk është shtrir as në një vend. Po bravo, dhe për këtë kemi një temë tjetër. Kurse ata thonë, ne jemi me Zotin, nuk e pranojnë që nuk janë me Zotin. Po. Dhe madje dhe në për kisha dhe në fakt edhe unë vetë, kur kam pas shkuar në kish, xhami e tjerë, kur kemi na merrin kështu si kalamaj të vegjël, domethënë, aty ka statuja, në për kisha ka statuja apo jo? Statuja gjëra dhe kur i lutemi Krishtit ose ku diun ato statujave i lutemi në këtë hall, kemi këtë hall, kemi këtë gjë apo jo? Dhe njerëzit në përgjithësi kur i flasin, pra ne flasim me statujat dhe statujat nuk përgjigjen. Kurse, pra, nuk është Zoti aty. Madje në këto kishat e mëdha dhe statuja dhe këto gjërat mund të ketë dhe gjinde dhe gjëra të tjera, kështu që në fakt nuk i këshillojmë më njerëzit shumë, sepse ke lloj qenies që në këtë botë nuk i shikojmë të gjithë gjërat. Kurse një Zot i vërtet, nëse i tregon një hall, diçka dhe je me të vërtetë i sinqert, dil në natyrë thuaj hallin që ke, fol me Zotin, atëherë natyra diçka do të përgjigjet. Në një mënyrë, në një tjetër simbolike, është në lloj forma, është varet nga niveli i vetmit. Është e vërtet. Është e vërtet? Po, Është e vërtet. Nuk ka shanse. Absolute. Sepse këto statuja, domethënë, këto nuk përgjigjen, domethënë është një mënyrë që e plotëson këtë dëshirë në Zot, ndoshta bëj një kontratë me një xhint kështu për jetën tjetër, kjo ato gjërat pasojat. Domethënë janë gjërat më të thella se sa ka. Imazhi i prishur i Zotit, le të shkojmë tek faqja 114. Po. E kishim këtë në plan? Për ta shikojmë. E keni dhe pak kohë në fakt. Po. Jo, nuk ka nevojë. Në rregull. Atëherë. Pra, kush e ka Zotin tërësisht brenda atëherë? A Zoti pra brenda nesh? Pra prej kohësh është përhapur një ide diskutueshme nga shumë njerëz që duan, domethënë, nëse ti thua, për shembull ka shumë meditime dhe shumë gjëra spirituale, qoftë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi, okay? Po mbajmë zonat e tona për shqiptarët, si më thuash. Dhe pra është përhapur, sigurisht kam mësuar edhe nga të huajt, New Agers ose epoka e re gjasme moderne, që është përhapur dhe thuhet që shikoj ke Zotin brenda teje. Kjo do të thotë njësoj si kur ti të thuash që shiko, unë dhe Zoti jam njësoj. Po, kështu merret. Po. Kështu e merr dhe universi. Po. Edhe sidomos kur e thua me zë një herë, e ke bërë të kryer me punën. Të vulosur. Pra kur neve themi që Zoti është brenda meje, kjo ide pra thotë se Zoti është brenda secilit prej nesh. Nëse Zoti do të ishte vërtet brenda të gjithëve, në të njëjtën mënyrë, atëherë çdo njeri do të kishte vetëm mirësi nga çdo njeri do dilte se Zoti është mirësi apo jo? Drejtësi, dashuri, e vërtet po them, por realiteti tregon se shpesh shohim marrëzira, egoizëm, gjëra të këqija, apo jo? Jemi realistë, flasim për vërtetën, nuk po flasim për kështu. Po, edhe Krishtit fetar të ndryshëm e kanë egoizmin shumë zhvillum edhe thojnë se e kena Zotin brenda vetes. Ajo është. Po, ashtu është përhapur. E vërteta, sipas mësimeve vedike, dhe ne kuptojmë këtë gjë nëpërmjet Yeshisë së Gurus pra Shantri Vedi, i cili sqaron pra kaq bukur, dhe qëndërzimi që bëjmë neve pra të ndihmon më shumë. Një njeri që nuk bën qëndërzimi nuk e kupton, domethënë nuk ka qartësi.
Sa më shumë qëndërzim bësh, aq më shumë qartësi të del dhe shikon brenda teje dhe jashtë teje. E vërteta sipas mësimeve vedike është se në nivelin më të thellë të çdo qenieje të gjallë, dëgjoj me kujdes, pra brenda një qenieje që ka frym ose shpirt të gjallë, gjendet pra një shpirt ose fryma që quhet atma sipas vedikëve. E kemi bërë, në? Atma? Pra shpirt, okay? Shpirt në gjuhën popullore sa shpirt vetëm dielli ka, il sole, dielli, the soul, shpirti. Por ne njerëzit kemi pra një shpirt më tulët se sa dielli që quhet frym, ose le të themi shpirt. Meqense këtë bëjmë pak dhe për publikun. Ky shpirt, pra fryma ose shpirti që ka brenda njeri është i vërtet. Është ekziston. Por nuk është i pakufizuar dhe as i përsosur. Nuk është i përsosur shpirti që ka bërë. Nuk po them që është i keq, por nuk është i përsosur. Dhe është i pavdekshëm, është e vërtetë, sepse kur vdes njeriu shpirti del dhe vazhdon ekzistencës. Pra nuk vdes. Por kjo nuk do të thotë që është i përsosur. Dhe pikërisht për këtë arsye veprimet dhe shfaqjet e njerëzve janë pra shpesh të papërsosura, sepse dhe shpirti kur ishte brenda, domethënë, kur është brenda bën veprime, ndonjëherë bën veprime kot. Një njeri ose një qenie që ka shpirtin brenda, Zot, përsosur, nuk bën veprime të tilla. Okay? Zoti hyjnorja, tani Zoti i vërtet, përshkruhet në diturinë e Vedave si super shpirti ose që quhet para atma. Domethënë atma e parë supreme përsosur, burimi më i lartë dhe i përsosur i gjithë shkaje që ekziston. Ky burim hyjnor shfaqet në botën toksore, okay? Pra si ta shohim në këtë burim shpirtëror, këtë super Zot? E vetmja mënyrë për ta parë në botën tonë toksore, okay? Sepse një super shpirt ekziston në botën më të larta, në rregull? Në fakt, jashtë fare universit. Por ky burim hyjnor, pra super shpirti, para atma, shfaqet në botën toksore vetëm përmes mishërimeve të quajtur avatar. Është avatari. Jo. Ka shembull privat. Një nga shembujt më të njohur në historinë, që është, domethënë, e vërtetë dhe ka shumë dëshmi etj. Pra është avatari Krishna, për shembull, kush ka dëgjuar Krishna para 5000 viteve? Kanë ekzistuar dhe pra gjithsej afërsisht 9 avatar të tillë. Japim disa emra kotsa për kuriozitet: Ram, Vaman, Matsya, si emër, që t'ja vrasi pak vetëdia disa njerëzve. Në fakt, avatari Varaha, Narasimha, Vamana, Buddha, Parashuram, Ram, Balaram, Krishna, edhe kemi pra avatarin e fundit fare që quhet Kalki avatar, që sipas druidëve, sipas shumë të lashtëve të ditur, parashikoi të vinte në këtë periudhë. Okay? Madje ata kanë, domethënë, shumë të saktë, sepse domethënë neve nuk na është bërë neve njerëzve publike, por e dinin, ka shumë libra dhe gjëra që janë bërë për ardhin e avatarit. Madje dhe ato kuajt Kali Bardh janë bërë nga druidët para 500 viteve aty në Angli, kush ka parë, afër rrafëve të grurit. Në rregull? Edhe papës i dhuruan një kal të bardh, papës të fundit. Papës në Rom? Në Rom. Po vra papa. Dhe në fakt papa ose krishterizmi që krijua këto 2000 vite të fundit, pra nuk ka qenë më përpara, papa mba një peshë të koka. Okej, dhe në fakt është nga një grup qenjesh në tokë që adhuronin këtë avatarin, Matsya, që është avatari i parë. Në fakt avatarin e dytë në formë, pra një avatar merr formën e atyre që jetojnë në botë, në tokë. Për shembull, sot jetojnë njerëzit,
është në formë njeriu. Dhe prasha në privet. Para ka qenë qenie të tjera, është sido që të jetë, unë do të filloj qoftë me grupet e reja dhe qoftë me grupet e fëmijëve me 1 janar 2026, ata që dëshirojnë të vinë te grupet e reja mund të regjistrojnë, pra është falas online, çdo javë mund të regjistrojnë tek WhatsApp-i im, tek numri i telefonit, numri i WhatsApp-it është prita shohim pak. 00355 69 29 61149. Mirë se të vinë. Kjo atma që kemi brenda neve, pra shpirti apo fryma, a ka lidhje me këtë paramatmën? Do ketë një lidhje apo jo? Kjo atma ose kjo pjesë e shpirtit ka ardhur nga paramatma. Është një pjesë. Paramatma është shpirti suprem i përsosur, fraktaliteti i përsosur, shpirti domethënë suprem, e ka gjithë vërtetat brenda, paramatma, domethënë shpirti suprem. Kurse atma, që kemi neve njerëzit të thjeshtë, është pjesë e kësaj, por nuk është ajo. Është si të kesh një thesar dhe ke një pjesë, okay? Nuk është gjithë të thesari, është një pjesë. Pra, atma, shpirti jon ka ardhur nga ajo, por ka fuqi. Një atma frym, një njeri mund të bëj veprime apo jo? Unë zgjedh bëj këtë. Domethënë, atma e ka këtë fuqi. Të bëj këto gjëra me trupin, të flasi këto gjërat, pra ka një vullnet të lirë që ja ka dhënë paramatma, ja ka dhënë. Pra Zoti i vërtet, hynorja, hyniu, hynesha, domethënë unifikimi energjisë femërore hynore me mashkullore hynore quhet pra Zot ose krye Zot, paramatma. Pra atma, shpirti jon që kemi brenda është një pjesë fraktale, por nuk është e përsosur. Por mund të bëhet përmirësohet, dhe kur kjo shpirti përmirësohet, do të thotë pra shpirti po evolon dhe po afrohet paramatmës. Domethënë atë ka si qëllim në gjithë ekzistencën e vet. Kur i largohet del dhimbja, karmat e këqija, këto gjërat për jetimin, kurse kur i afrohet lumturia rritet derisa, domethënë, e takojmë ose i afrohemi. E kuptojmë pra ky është ndryshimi, pra sigurisht dhe shpirti jon ka një lloj fuqie. Fuqia është që ti bën zgjedh veprimet e duhura. Dhe sa më veprime të duhura dhe ti jesh në harmoni me ligjet hynore, ti afrohesh paramatmës. Pra natyrës, e kuptojmë ndryshimin, ky është ndryshimi. Pra, nuk është se shpirti jon është shukot. Është pjesë e dalë nga paramatma. Shpirti vjen nga paramatma, kurse trupi nga materia. Trupi. Okay? Trupi është e nënës tokë, e elementëve të natyrës. Toka, natyra, nëna, babai. Shpirti ose shpirti pra nga paramatma, e kuptojmë nga hynorja, nga Zoti. Besoj ishim qartë. Mirë, drejgu.